Ringjallja e Jezusit. Ditën e parë të javës, në mëngjes, ende pa dalë drita, erdhi Maria Magdalene te varri dhe pa se guri ishte hequr prej varrit. Atëherë erdhi me vrap te Simon Pietri dhe tek ai nxënësi tjetër, të cilin Jezusi e donte dhe u tha: e kanë marrë zotërinë prej varrit, nuk dim se ku e kanë vënë. Atëherë dolën Pietri dhe ai nxënësi tjetër e u nisën drejt varrit. Vrapunin të dy bashkë, po ai nxënës tjetër i ja kaloi Pietrit dhe arriti i pari te varri. Ai u prul dhe pa pëlhurën e vun aty, por nuk hyri. Ndërkaq mbërriti edhe Simon Pietri që po vinte mbas tij dhe hyri në varr. I pa pëlhurët e vena dhe rizën që pat qenë në kryet e Jezusit. Kjo nuk ishte me pëlhura, por veçmos e palosur në një vend. Atëherë hyri edhe ai nxënës tjetër që mbërrini i pari te varri, pa e besoi në të vërtetë, ende nuk e kishte kuptuar shkrimin e shenjtë se duhet që ai të ngjallet së vdekurit. Atëherë nxënësit u kthyen në shtëpi. Jezusi i diftohet Marisë Magdalene. Maria qëndroi jashtë te varri dhe qante. Ashtu duke qarë u përkul e shikoi në varr. Pa dy engjëj të veshur me petka të bardha ndeju në atë vend, ku që trupi i Jezusit, njëri te kryet e tjetri te këmbët. Atëherë i thanë: "Pse po qanë moj urmesh?" Ai u përgjigji: "E morën zotërinë tim e nuk di ku e kanë vënë." Si tha kështu, u soll prapa e pa Jezusin në këmbë, por nuk dinte se ishte Jezusi. Jezusi tha: "Pse po qanë, moj fisnike, kë po kërkon?" Ajo duke kujtuar se është kopshtar, i tha: "Zotëri, nëse e ke marrë ti, më trego ku e vure e tash po e marr unë." "Maria," i tha Jezusi. Mos u kthye e i tha hebrisht: Rabuni, që të thot mësues. Jezusi i tha: "Mos u ngarrit me mua, se ende nuk u ngjita tek Ati, por shko te vëllezërit e mi e thuaju: po i ngjitem tek Ati im e Ati juaj, tek hyji im e hyji juaj." Maria Magdalene shkoi dhe e lajmëroi nxënësve se pa zotërinë dhe se i tha këto fjalë. Jezusi i deftohet nxënësve. Në mbrëmje po të asaj dite, të parën ditë të javës, ndërsa dyert e shtëpisë ku banonin nxënësit ishin të mbyllura prej frikës së judejve, erdhi Jezusi, zuri vend midis tyre dhe u tha: "Paqja me ju." Si u tha kështu, u tregoi duart dhe krahërorin. Nxënësit u gëzuan kur e pan zotërinë, mandej u tha prap: "Paqja me ju. Sikurse më dërgoi mua Ati, ashtu unë po ju dërgoj ju." Si foli kështu, hukati mbi ta dhe u tha: "Merrni Shpirtin Shenjtë. Atyre që ju falni mëkatet, u falen, atyre që nuk ju falni, nuk u falen." Jezusi dhe Toma. Por se Toma, njëri prej të 12-ve, ai që quhej Binjak, nuk doli me ta kur erdhi Jezusi, i thanë pra nxënësit tjerë: "E pam zotërinë." Toma u përgjigji: "Pa e parë në duart e tia vrarën
e goshdave e pa e ven gishtin tim në vinte dhe goshdave pa e shtirë dorën time në krahërorin e tij, kur nuk besoj. Bas 8 ditësh nxënësit e tij ishin prap brenda në shtëpi e me ta ishte edhe Toma. Megjithse dyert ishin të mbyllura, erdhi Jezusi, zori vend midis tyre dhe u tha paqja me ju. Mandej i tha Tomas, shtire gishtin tënd këtu e që shih duart e mia, ma jep dorën tënde, shtire në krahërorin tim dhe mos i njeri që s'beson, por besimtar. Toma i përgjigji, Zotria im dhe hyjim. Jezusi i tha, pse po më sheh po beson, lum ata që nuk pa në besojnë. Qëllimi i librit. Jezusi beri ndër sy të nxënësve të vet edhe shumë mrekulli tjera të cilat nuk ua shënuan në këtë libër. Këtu u shkruan që të besoni se Jezusi është Mesia, Bariu i hyjve, që duke besuar ta keni jetën në emër të tij.